sado që mund të ketë qenë rezultative në periudhat më parshme, kur në ndërkohë nevojitet që të bëjmë diçka tjetër, pikërisht sepse duhet t'i përgjigjemi sfidës duke reaguar edhe duke investuar pa humbur kohë në ato pjesë që për shkak të zjarreve kthehen në plan. Për këtë arsye po angazhojmë edhe burime të reja financiare për të futur edhe teknologjinë duke rritur kapacitetet mbjellëse përmes plotësimeve me dron që sjellin saktësi, sjellin eficiencë, janë të buxhetuara për vitin që po vjen dhe duke ndërtuar një bazë vitin që vjen do të rrisim pastaj edhe financimet, do të rrisim edhe intensitetin e këtyre plotësimeve në vitet e mëtejshme.